Ditën e sotme Kuvendi e nisi seancën plenare me 1 minutë heshtje në nderim të gjyqtarit të apelit të Tiranës Astrid Kalaja, i cili u vra mes ditën e së hënës gjatë seancës në sallën e gjyqit. Ky moment nderimi u pasua me një sër debatesh të forta mes opozitës dhe mazhorancës për plot 2 orë, edhe pse ishte rënë dakord për më shumë se 10 orë diskutimi. Seanca u mbyll me tensione, teksa mazhoranca miratoi me votat e saj 4 raporte të institucioneve për aktivitetin e tyre gjatë vitit 2024. Kreu i opozitës Sali Berisha në fjalën e tij në Kuvend deklaroi se ministria e Brendshme Albana Koçiu është mashtruese publike për reagimin ndaj vrasjes së gjyqtarit. Pas kësaj deklarate, ministra Koçiu shpërtheu ndaj kreut të opozitës, duke e quajtur njeriun më të përshtirë që mund të ekzistojë. Tani u bë qartë se kush ka qenë nxitësi i gjuhës së urrëties dhe njeriu më i përshtirë që mund të ekzistojë në të gjithë këtë politikë parlamentare. Meqense ju dëgjova të gjithëve dhe kishit merakun e njoftimit tim zyrtar, gjuha e përdorur sikur unë ka mashtruar është shkelje. Ju e dini shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polic sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore, tha ajo. Ndërkohë Berisha u dhi akuzën ndaj ministres Brendshme Albana Koçiu për cilën tha se është mashtruese, referuar deklaratës së saj pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja se KLG kishte kërkuar policë për ruajtjen e sallave. Pas zisë së gjyqtarit tregoni se fytyrat i keni maska dhe maskat fytyra. Sa i përket ministres, ajo ka bërë mashtrim publik dhe asnjë nuk mund të mbrojë një mashtruese publike të denoncuar nga KLG. Ajo urrejtje është për drejtësinë, jo për individin. I ka privuar shqiptarët nga e drejta e procesit ligjor. Sot sipas organeve kërkon 15 vite për një vendim. Është drejtësi që për mungesë të vendimeve ka krijuar rasteve të gjyqësie, tha Berisha. Mëtej pas replikave të flamurnokës me ministra Niko Peleshi hoqi të drejtën e fjalës deputetit demokrat për ditën e sotme. Seanca përfundoi dhe me propozim të grupit parlamentar socialist kaloi direkt në proces votimi. Sipas socialistëve, demokratët abuzuan duke kërkuar fjalën për procedurë dhe kërkuan miratimin e 4 projekt rezolutave për 4 institucionet e pavarura që do të duhet të raportonin sot në seancë: ERE, RU, AKEP dhe Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale. Vendimi i socialistëve u kundërshtua nga opozita e cila kërkon vijimin e debatit parlamentar. Të kërcënoi Taulanti dhe kalove në votim. Nëse nuk e mban dot presionin ik nga Karrigja dhe lëre Taulantin, ishte reagimi i Gazmend Bardhit ndaj Niko Peleshit gjatë procesit të votimit.